Janë dollë pak njerëzit jashtë normave njerëzore. Shmë thonë femrën gjithmonë e gjelozon, apo kupton? Trova janë ato shoqe që e përkrohin shoqen, du me thonë. Qënë me njerin që folë, me njerin që jenë lidhje mos ta njofton as një femën, se s'ka shoqe sot. Që një 3 muj. 3 muj? Po. E pëse ndove? Nuk dashti. Që kjo që jam, unë as ma e mirë, as ma e keqe, s'unë po bona. Që kjo vetë Me qenë se pak botok se kum bo ftyrën, falë po s'ko lidhje, kum bo për qefit, e pa halo s'u ka morë kolori, halo s'u ka morë. Aje lodhë si? Që ka pak jo? Që shime disperemsa? Shumë mirë që kum dollë me ushty qend, edhe mirë shumë super. Çdo ditë këtë punë? Gati se çdo ditë, një ditë punë, një ditë jo. Po, ka njëherë dhe çdo ditë varet prej kohës që sheka me kështu me radhë. A je shumë e lidhë me qena? Po, shumë më pëlqenë. E që sa kohë vazhdo? Mati është kjo kohë, s'muj me thonë që një dekot, po ma pak. Mati, kom pas qenë edhe para luftës edhe tash. A ma mirë me pas qenë shoka? Aj tash më ta thonë drejtën, sa tash sot për sot nuk ka shok, sinqert nuk ka shoqe, nuk ka rreth që shdohet. Që ma mirë me qenë për tua? Janë dollë pak njerëzit jashtë normave njerëzore, kështu që ma mirë me qenë. Qenë e ma besnik edhe ma... Valla po, që Arusha është besnik. Arushën e kam. Po më hanë mushe. Protagonist një intervistave është Arusha, edhe mirë është. Edhe këta me ty, a? Po, jam mësu. Po me shoqe, a e shgëny njëherë me shoqe? Më thonë jo 20 herë, po. 20 herë, pëse që t'ka vishë më shumë e pika më myta të t'njek? Po, kam frikë se ti po të preqenit. Se e shgëny me shoqe që t'ka më? Jo që më kam bo diçka, po çdo herë dominon interesi, nuk dominon sinceriteti, nuk ka... Shmë thonë femrën gjithmonë e gjelozon, apo kupton, nuk është që femrën e përkro, trova janë ato shoqe që e përkrohin shoqen, du me thonë, ose diçka kështut me pas. Shoqja diçka ma tepër, ajo mos me pas, ajo gjelozon më ndodhë. Ka ndodhë dhe shoqe me amor të dashën e shoqes? Po. A ka ndodhë? S'ka pas shansë. Se? Qa i kështë e bo? Si njoftu kur. Po që kesh ma mirë mësë me njoftu shoqet me të dashër. Shoqen me njerin që folë, me njerin që jenë lidhje mos ta njofton as një femën, se s'ka shoqe sot. S'ka besnike, a? S'ka. E për me shke qa me nëna, e më besnik ashtë? Jo. Në 2 anë, prapi veta. Qa me botash? A është ma A jeti mirë? vend Libja? Jo. Sa ku? Që një 3 muj. 3 muj? Po. E pëse ndove? Nuk dashti. Dashti aja? Jo. Ja qire dirët. Si cili i ka rrugë qelë. Pastaj ka qenë një situatë që janë përzi shumë njerëz në atë lidhje edhe ma mirë heq. Kështu që ma mirë heq. Pasha, a menon me kryu një treja? Po, more pse jo, pse mos me kriju. A tu ka një gjina që ka që shpejta? Po qa me bo që tashti njeri dohet me vazhdu me jetën, se nuk mund është me detyru kërkon me zarë me nejtë me ty ose me pa morë parasysh me kanë. A je materialista e këshyrë? Tashti që kjo që jam, unë as ma e mirë, as ma e keqe, s'unë po bona. Je që kjo vetë Me qenë se pak botok se kum bo ftyrën, falë po s'ko lidhje, kum bo për qefit, e pa halo s'u ka morë kolori, halo s'u ka morë. A të mjep edhe një ranë? Po, më në qysh jo, kësë me tash më pranë verë me ly, po. A je materialista, e shikon? Jo, Keqa? jo heq. A menon që me qenë femna që shka? Po qële që tash të edhe pak ushte, nuk mund është me pos, du me thonë, nesër mu bo fëmija ose diçka me dështu. Se femra si femër nuk mund mu konë 90% shkollu me gratë në Kosovë, du me thonë. Mu konë një pjesë dërmuse, po jo krejt. Tash ti do të s'kiti qare pa unë varë prej burit, se nesër banë fëmija, tash kush do t'i mbanë ata fëmija, po kuptan. Kështu që s'do t'mu konë materialiste, du me thonë lidhje, po në martes nuk quhet materialitet në qovë se shembull i ka burri kushtet e ka marrë një gru shembull burrin ma t'vjetër ose diçka, nuk do me thonë që e ka marrë për materiale, e ka mujt me marrë për dashuri, ose ka mujt me marrë për shumë qka tjetër. Kryesorja me pas fëmija një tarë me të mirë, du me thonë, mos me dalë fëmija me kërkullë moshë, ose mos me mbet fëmija pa shkollë, sukur që janë bet shumica e një pjesës gjeneratës tonë, du me thonë, t'ma hershme. Me thonë nuk jetip që e këshyra ka kirën e mire? Jo. Po këshyrë me imri bashkë? Unë mendoj me punu bashkë me ta edhe mendoj me pas një talë nëse a i do normal. Falje shumë rëkojnë që S'ka ndove. përse. Ju përshëndesu me Arusha dhe me krejt komplet stafën.
Me burrin jam njoftu, të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave, 3 vjet më ka prit. Përmes që ngruja ti të sot. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim mes vete. E kam shok burrin, se po ka raste që puni, tonat mira t'ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Mos me prit në gratë burrit. Burri është normal domaçin i shtëpisë, i ka do obligime do përgjegjësi pak më shumë se na, po prap thom, mos prit pi burrit, banoj pa barër. Që sa ku je martuar? Që 13 vite. Si e njoftu me burrin? Me burrin jam njoftu, të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave. Staciona? Cili e pare e dha sinjalin? Valla, na femnat pak jena vëde se mojna kanon, nuk dojna me tregu vetën se qysh tek. Ai ka qenë i pari që ka tregu interesën për mu. Me ti mas sa ku edhe vetën të ai? Them drejtën mas 3 viteve. 3 viteve, 3 vjetë, që shë ke shty 3 vjetë? E kom shty, me thonë se unë jam vajza e parë, dhe me thonë familje, edhe babin e kam laborant. I kemi 3 poliklinika tona, që janë vitim, perizaj edhe në shtimje. Edhe tash të babin na ka mësuar qatë njërë, na ka thonë qatë edukat që nëse kemi diçka të re, për shembull në lidhje me djem, me njoftu paraprakisht. Edhe unë njoftova, po më tha, del, këshër, ama ki kujdes që po banë. Do më thonë 3 vjetë, kemi pas një lloj kontakti si shoqënisht, mandej tana. Ai pas ka prit, do me thonë 3 vite. 3 vjetë më ka prit. Përmes që ngruja ti të sot. Po. Cili është momenti më i bukur që e ke pas? Momenti më i bukur. S'po thonë veç në raport me burrën. Kanë qenë gjitha veç momente më i bukur është fëmijët që i kam, nuk po di cilin me ta cek mas pari. Kur jam banon, do të thonë qatë veç që jam martu veç jam banon, 13 vjetë mi ka djali ma. A të ka pak i raporte në burrë dhe gru? Si e keni? A keni gjelozia? Mendon që gjelozia tepërt është sëmundje? Po, gjelozia tepërt është sëmundje, se po edhe në momentin që s'ka gjelozia të përmenim tamin edhe s'ka kur gjë. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim mes vete, e kam shok burrin, për gjithçka, do më thonë konsultohemi mes vete, nuk është që marrim vendime, unë e mora një vendim për vete edhe ai për vete, ama shumicën e raste, por edhe gjithmonë si i diskutojmë gjonat, mandej e marrim një vendim së bashku. A ma shumë e pyte ato ai ty, për me marrë leje për diçka? Vallaj, s'po di. Them drejtën unë, sa gjithsesi apet ajo është burr, edhe normal na gratë jemi. S'moj me thonë që jemi në një rang, gjithmonë burrat janë pak më naltë. Dhe me thonë të s'ka kënë matë mendimin e kom 50-50 të dy? Jo, nuk jam, se gjithmonë burri është burr, me një fjalë. Çka mendon pse po ndohen çka të shumë? Cili është ai faktori? A shndru dashuria në interes apo tradhti? Dikon valla është shndruar shumë në interes. Se po ka raste që puni, tonat mira t'ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Po s'di, për atë pjesë nuk di çka të them, se s'është që më ka ndodhur, as nuk e kam dashur interesin kur sa i përket pasunisë burrit, asaj të one për këtë punë nuk o kam korr. Se di, për këtë fjalë, dashuri e pastër, është diçka e sinqertë edhe nuk di çfarë shtoj më shumë për këtë pikë. A mendon që femrat apo gratë duhet me majt vetën vetë, mos me prit në gratë burrit? Shumë e vërtet duhet me majt vetën, pse jo? Mos me prit në gratë burrit. Mos me prit në gratë burrit. Burri është normal domaçin i shtëpisë, i ka do obligime do përgjegjësi pak më shumë se na,